E teksa bota sheh me kërshëria të që po ndodh midis Izrael, SBA dhe Iranit, krahas pritjes së pasojave të mundshme financiare, ka shtete të tjera të cilat janë në lupën e inteligjencës amerikane për sulme të mundshme nga shteti i Iranit. Sipas raportimeve të publikuara nga shërbimet sekrete amerikane, Irani është parë si një shtet i cili për vite e vite me radhë ka financuar terrorizmin në vende të ndryshme të botës, duke rekrutuar qytetarë të ndryshëm e madje duke paguar për shërbimet e tyre. Një rast i ngjashëm që do të parandalojë në Shqipëri ishte në vitin 2018, pikërisht një tentativë për të hedhur në erë kryegjyshatën botërore në festën e Sultan Novruzit. Inteligjenca shqiptare në bashkëpunim me drejtorinë antiterrorit, në atë kohë drejtuar nga Gledis Nano, do të mund të merrnin të gjitha informacionet e mundshme dhe u organizuan për të parandaluar aktin e cilësuar si terrorist. Iranianët ishin pjesë e një organizate të njohur për akte të tilla dhe në Shqipëri kishin hyrë duke u kamufluar si persona, të cilët do të bënin dokumentar në vendin tonë, por gjë sigurisht kjo nuk ishte shpëtuar syrit atyre që merren me sigurinë kombëtare të vendit tonë. E krahas kësaj, janë parandaluar edhe disa sulme të tjera. Por përse u zgjodh kryegjyshata botërore? Sepse atë ditë aty, në mars të 2018-s, do të kishte edhe prezencë të anëtarëve të opozitës iraniane, mujahedinëve, të cilët prej më shumë se një dekade po qëndrojnë në mans të Durrësit. Janë ata që regjimi i Iranit i ka cilësuar si element armiqësor të Republikës Islamike. E me sa duket, një luftë mes tyre e cila nuk zhvillohet vetëm nëpërmjet kablove të internetit, por her pas here me tentativa për t'i goditur fizikisht. Përse ka rëndësi ky background historik? Sepse vetëm 4 ditë më parë, më 1 prill, ambasada amerikane në Shqipëri do të njoftonte pikërisht kështu. Grupe të lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Qeveria shqiptare më shumë këtë do ta shitet si një njoftim protokollar për çështje të sigurisë, por a mund të jetë historia kaq e thjeshtë? Menjëherë pas këtij njoftimi, pati një mobilizim të antiterrorit dhe policisë së shtetit në disa zona të cilat konsiderohen të rëndësisë së veçantë që përfshin objekte shtetërore, por edhe patrullime në vende të cilat mund të jenë më sensitive, referuar këtij informacioni. Në të tilla raste, kur një alat i fuqishëm, siç është Amerika, me prezencë të shërbimeve të saj inteligjencë në ambasadë, do të bënte një njoftim të tillë, më e mundshme do të ishte mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare me presidentin e Republikës si kryetar, ku thirret kryeministri, shefi i shërbimit sekret në vend, ministri i brendshëm, ministri i mbrojtjes. Por kjo nuk ndodhi dhe ka vite që nuk ndodh në vendin tonë. Apo shmang shteti shqiptar një sqarim të plotë ndaj sigurisë së qytetarëve të saj, apo zbej një informacion shumë të rëndësishëm? Përse nuk jepet një instruktazh për çdo qytetar të Republikës se si mund të identifikojnë elemente të rrezikshëm të kësaj natyre? Apo njoftimi i SBA-s ishte thjesht protokollar dhe qasat janë që asgjë nuk do të ndodhë në vendin tonë? Si e pat këtë njoftim të ambasadës amerikane, shikoni diçka që është kontekstuale, pra lidhet me kontekstin aktual të Shqipërisë, pozicionin tonë në raport me Iranin, pra ka diçka këtu që duhet shqetësohemi? Patjetër që duhet të shqetësohemi dhe fakti që ambasada amerikane e bën publike, që do të thotë kemi një status në rrjetet sociale, besoj që duhet këtë arritur kulmin, që do të thotë komunikime zyrtare nëpërmjet institucioneve, nëpërmjet agjensive të inteligjencës, por edhe marrëdhënieve që ne kemi të posaçme me këtë vend, ndoshta organet tona kompetente nuk e kanë parë me seriozitet. Dhe fakti që detyrohet ambasada e Shtetit Bashkuara bën një status të tillë në rrjetet sociale, tregon që po thuaj që bëri punën e shtetit shqiptar? Po, duhet që institucionet tona të zgjohen nga gjumi, pra ta shikojmë me seriozitet këtë çështje, sepse ne nuk kemi pak, nuk është çështja se ne kemi ndonjë problem me Iranin apo me këtë shtet, por problemin e kemi për faktin sepse në Shqipëri është stacionuar, strehohet opozita iraniane. Mujahedina. Kjo ka një simbolik, pra ajo që është shqetësuese është fakti që ne nuk kemi asnjë mas, pra nuk kemi asnjë orientim nga shteti, nga institucionet, qoftë në institucionet të cilat kanë numër të madh popullimi, siç mund të jenë stadiumet, kemi teatro, kemi stacionet autobusit, qendra tregtare, pra është një frikë e madhe që ne na kanoset institucionet arsimore, pra
simbolika do të jetë në këto institucione në qoftë se ndërmerret një sulm konkret nga celulat të cilat janë të lidhura me regjimin iranian. Dhe kështu që ky status besoj duhet të ketë shqetësuar apo duhet të ketë zgjuar sadopak nga gjumi institucione gjithëzbatuese. Konkretisht nuk kemi, unë jam vetë kryefamiljar, kam 2 fëmijë të mitur në shkollë, nuk kemi asnjë lloj sinjalizimi nga institucione që çfarë masash duhet marrim, çfarë duhet të bëjmë, si duhet të sillemi, siç ndodh në çdo vend tjetër ku ka kërcënime serioze. Dhe ka pasur kërcënime sepse ne jemi në mënyrë të vazhdueshme të kërcënuar. Kemi pasur kërcënime për sa i përket rrjetit informatik, pra kërcënimet që janë bërë në për emailët zyrtare, sulme të cilat janë të mëdhaja, edhe pse këtu institucione pjesën më të madhe të komunikimit nuk e kanë me emailë, pra zyrtarisht, pra institucionet tu funksionojnë vetëm thjesht me llafe, me verb, dhe ne nuk kemi komunikime zyrtare, jemi të besës, kemi nevojë për shkrim. Sepse mentaliteti këtu është që mos e lëm gjurmë, pra edhe kur niset nëse një zyrtar i nis një email, një eprori apo një kolegu apo dikujt tjetër, ka një kod apo një le të themi nen të pashkruar që nuk duhet të nisim gjë zyrtare në mënyrë që ne mos lëm gjurmë. Kjo edhe për faktin, sepse kemi shumë çështje të cilat janë në hetim nga spaku dhe nga sulmet, kështu avokat. Domethënë, i shmangim dëm. Kështu që iranianët mendonin se aty mund të gjenin diçka konkrete, po fakti që nuk është se është zbuluar ndonjë gjë e madhe, përveç se mund të ketë ndonjë komunikim për sa i përket drafteve ligjore apo çështjeve të përgjithshme. Kanë çast zbulojnë aty, se në kuvend nuk i shohin vetë deputetët se çu kanë nisur atë timi kështu të qartë për këtë pjesë. Por që është një, le të themi, një rregull i pashkruar i administratës që komunikimet ata nuk i kanë fare zyrtare apo me shkrim, qoftë nëpërmjet emailit, por edhe nëpërmjet protokollit, kështu që Okej, të paktën te kjo pjesë mos të shqetësohemi, por ju thatë që për sa i përket asaj se çfarë ambasada amerikane, nëse regjia më kalon dhe një herë njoftimin, është le të themi janë institucionet më serioze të aleatëve të cilat janë stacionuar në Shqipëri, dhe thotë grupet të asociuara pra të lidhura me Iranin mund të targetojnë thotë grupime të lidhura me Shtetet Bashkuara të Amerikës ose me opozitën iraniane, pra element të opozitës iraniane në Shqipëri, dhe gjithashtu ata mund të targetojnë thotë vende të tilla siç janë vende turistike, qendra tregtare, hotelet, klubet dhe restorantet. Ne inkurajojmë amerikanët, qytetarët amerikanë pra që të ushtrojnë një vigjilencë të shtuar. Dhe veprimet që duhet të ndërmerrni thotë ambasada amerikane, thotë të qëndroni në alert, pra në gjendje alerti, të monitoroni mediat lokale për çdo lloj zhurnimi të fundit, të jeni të kujdesshëm nga çfarë ju rrethon dhe shikoni rishikoni planin tuaj personal të sigurisë dhe mbani gjithnjë celularin të karikuar në raste emergjencash. Faleminderit Duraj. Nart, tani është rrezik në këtë histori të duk një lloj formaliteti i bërë nga ndërkombëtarët? Sigurisht ka pas, i bën gjithnjë le të themi ambasada amerikane njoftime për shtetat si të saj kur ka protesta të opozitës, por këtë herë ishte pak më specifike. Tani nuk e di, domethënë duhet qaj apo të qesh. Çfarë do të bësh? Po sepse janë në të dyja rastet, është domethënë sa për të qarë dhe për të qeshur. Për të qeshur pse? Para një po të lexosh Dan Brownin, pastaj fillon domethënë dhe gajasesh. Sepse futesh në ato teoritë konspirative në mënyrën se si bota, në tërësinë e vet, CIA, Mossadi, Vatikani rregullojnë në një mënyrë apo në një tjetër atë çfarë njerëzit duhet të perceptojnë dhe të shikojnë, dhe jo atë që ndodh në realitet. Thënë këtë, neve po na duket sikur jemi kërthiza e botës, dhe pas Shtetet Bashkuara të Amerikës, njerëzit i kanë sytë të Shqipëria. Tani, konceptualiteti i kësaj gjëje është, po flasim për një vend, Iranin, i cili është më i madh në sipërfaqe edhe se sa vetë Amerika, edhe ka një 100 milion banor. Kjo është ajo forca. Kurse ti i je 1,5 milion, 2 milion banor këtu. 2. Okay. Dhe kam përshtypjen domethënë që në sferë le të themi gjeografike je sa Teherani dhe rrethinat.
Po çdo më thënë kjo? Po pra, do të thotë, domethënë për peshën që ne pretendojmë të kemi në raport me ta. Dhe ju mendoni domethënë që këta iranianët nuk i zë gjumi natën se si të shkojnë dhe të targetojnë Shqipërinë, një vend me 1,5 milion banor, dhe se si të hakerojnë, se këta aty të s'ka çfarë gjesh, dhe për më tepër, çfarë na bëjnë këta imperialistët revizionistë, se ne jemi të 9 botë sipas kryeministit Rama për sa i përket mbrojtjes nga kibernetika. Po ne s'po flasim këtu për mbrojtjen nga kibernetika. Po flasim për targetimi i do të bësh ato opozitarin me mua apo do të ngjesh? Opozitarin do ta bëj unë për të kuptuar së bashku, na kuptoj audienca kur flasim, më kupton Andin? Po. Unë kam mendimin tim. Ky është mendimi juaj. Mendimi im është domethënë që këta s'kan për të aranxhuar një fishek për Shqipëri. Fare. Dhe ajo qasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës është krejt normale, sepse bën sapo e the, edhe kur bëhet një protest aty Klapa apo Sali Berisha. Në Kosovë nuk e ka bërë, në Bosnjë nuk ka bërë, në Maqedoni nuk e ka bërë, në Serbi nuk e ka bërë të njëjtin njoftim, vetëm në Shqipëri. Meqense e lidhin me opozitën iraniane, se këtu do ta lidhi historinë, domethënë me elementë të tyre të cilët mund të jenë në një qendër tregtare në një moment caktuar, mund të jenë duke marrë një shërbim mjekësor e tjera me radhë. Ka iranian në Shqipëri? A ka iranian në Shqipëri? A ka iranian në Itali? Ose më mirë, po ta bëj pyetje ndryshe retorike. Presupozohet ideja që mund të ketë iranian në Shqipëri apo në Itali? Ku mund të futen më kollaj? Ku mund të kenë më joshim? Në Itali besoj unë se janë 60 milion, 70 milion banor. Edhe qarkullojnë mbi 10 milion turistë në ditë. Atje them unë. Se atje dhe nuk bie në sy, po jo në Shqipëri. Për çfarë do duhet domethënë që ta bëjë një gjë të tillë? E treta, duhet të dish një gjë, sot për sot në luftën që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nisur në Iran, për mendimin tim të gabuar, pra sa unë marrëvesh ore. Se jam analist gjeopolitike, nuk di të them, por dhe këtë ka përshtypjen domethënë që po bëj gjithologun. Në thojza, domethënë aleatët e vetëm që ka Amerika sot në atë luftë është Izraeli, që ka futur në atë luftë, për mendimin tim. Jo se ka dashur, po e ka futur Izraeli, dhe në altmadhënia e tij Sultan Surreli, i cili firmos, është i vetmi që ka firmosur. Ne kemi bërë rezolut në parlament. Po më shpallën organizatë terroriste. Nuk e shpall Gjermania, nuk e shpall Anglia, as Italia, po flas për vende. Se guximin ton kanë ato? Pra, këtë disha me thënë unë. Pra, vendet e G7-s, nuk po shkoj te G20, po te G7, ata që teorikisht drejtojnë botën ekonomike, nuk e shpallin këta, e shpallin ne. Kërthiza e botës. Ne kemi pasur dhe probleme me Iranin, domethënë sepse ne do të kujtojmë që deportuam komplet stafin e ambasadës për ashkrim dhe ambasadën. Kjo njëjta gjë ka ndodhur dhe në Amerikë dhe në Izrael, identik, e njëjta gjë. Po duhet edhe në shumë vende të tjera të Europës, por që për këtë pjesën e deportimit, të largimit, e bla bla historira të këtij tipi. Nuk e kisha në sensin nëse ne jemi kërthiza e botës apo jo në këtë histori, por e kam duke parë dhe pak backgroundin, domethënë le të themi atë se çfarë ka ndodhur vitin e fundit. Ke qef që unë të them që shikoni po na rrezikon imperializmi iranian edhe të mobilizohemi tani apo çfarë? Se s'po të kuptoj. Mbas kësaj do të bëj pyetje unë, sepse kam dhe pyetje që do ta bëjmë edhe pak diskutim se në 2018 pati një tentativë nga disa iranian të lidhur me një organizatë terroriste të cilësuar të tillë që në festën e Sultan Novruzit në vitin 2018 do idhe në herë. As atë se kam besuar si histori. U zbulua grupi. E thua ti këtë? Këtë ke thënë ti, aty është ku punoj. Po pra, dhe drejtoria antiterrori po them. Është dekoruar drejtuesi i kësaj. Kështu që ishte një lajm i bushëm atë kohë. Një mbështetje që të bëjë drejtori i përgjithshëm i policisë pas këtij aksioni. Sepse Tani neve atëherë kishim marrë mujahedinët që kemi në Mans. Po, kishim 2-3 vjet. Po, pra 2-3 vjet. Dhe të njëjtin mujahedin para 1-2 vjetësh i bëm reprezalje neve. Po vajti spaku sekuestroi. Po si ndodhi kjo? Këtë nuk e mora vetë. Se more vesh këtë fare. Po çfarë lidh? Unë nuk e lidh me këtë, domethënë. Po me çfarë lidhi se ne po flasim për të njëjtën njerëz apo jo? Po çfarë lidhje do t'i bësh tani me këtë që po thua? Po pra në 2018 i ruajtëm neve këta, i kishim shok e miq. Këta atë kryegjyshatën e Bektashianit që po flet ti, 2023 vajtën i bëm reprezalje këtu brenda. Ma shpjego pak ti këtë. Nuk është reprezali, aty pretendoi se si veprimtari aty pjesë të caktuara. Po aty skaloje dot 2 ditë, çfarë po thua reprezali? Aty skaloje dot më. Aty ishte çështja sepse ma shpjegoni pak këtë informacione lidhur me veprimtari kriminale, trafik drogë. Ata bënin veprimtari kriminale, ata që i kishim sjell neve që i mbanim këtu. Se ata o janë të mirë, o janë të qinj.
Po tani se çfarë ndodh në një ambient që nuk ka Juve s'ka asnjë lloj problemi. Unë nuk e besoj këtë si. Okej, ja përse. Mos i bien kështu nga si bien nëse unë nuk po Unë dakord. Unë nuk e besoj këtë histori. Po. Një e para, unë nuk besoj te kjo luftë e drejtë që ka nisur Amerika e hyshtur nga Izraeli. Ky është fakt, domethënë, sepse gjithë Europa nuk po i shkon nga mbas, gjithë Europa mbar. Asnjë shtet evropian nuk e ka le themi mbështetur këtë luftë, edhe sot në Amerikë ti ke nga Philadelphia deri në Kaliforni protesta të pafundme në lidhje pikërisht për shkak të kësaj lufte. Tani, doni që kjo histori të vazhdojë pafund dhe të ketë kosto për qytetarët evropian dhe botror dhe global, më së paku për ne se na ka shkuar nafta 2250 lekë. Mirë të porosisë shkrudo se sa domate. Do vetëm lirë, pra, e kupton ku kemi arritur. Dakor, pra, po tani për shkak të kësaj. Po, kjo është historia. Dhe në gjithë këtë histori, në gjithë këtë vorbull, unë mendoj, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës, ajo le të themi web faqja ose selia e Shtetet Bashkuara të Amerikës do bëj politikën e jashtme amerikane, se ata për atë punë janë këtu, nuk janë për Shqipërinë, ata janë për Amerikën në Shqipëri. Okej. Ashtu. Dhe është krejt normale që ata t'japin, le të themi, të kenë një qasje, siç e ka politika amerikane në lidhje me këtë luftë. Hjedh thot prisni keni shikoni se mos mund të ndodhin kjo, mund të ndodhin ajo. Unë që nga 1990 mbaj mend domethënë që thoshin të njëjtin fjali. Shiko se ka protestë nesër PS-ja dhe mund të vriten, mund të priten. Ka PD-ja mund të vriten. Bore për ptik lapaj nxorën aty për tikun. Tha prit se mund të ketë dhull than. Po mirë, mos e kam do s'ka njerëz mund revolt po. Ama as në rastin e 21 janarit dhe as në rastin e 14 shtatorit nuk e tha këtë që. Atë ku duhet ta thoshte nuk i tha. Okej, faleminderit Nart. Përse mendoni Narti ka një qasje komplet ndryshe në kuptimin e gjës, ne jemi detyruar ta pranojmë sepse kjo është unë jam po përpiqem të qëndroj neutral. Detyroj, unë ka të mendim kam. Pra, unë po përpiqem të qëndroj neutral në këtë histori, se po të më pyesit mua, unë kam dhe unë përgjigje për këtë histori. Përse lejohet? Nuk më lejohet, pra. Shikoj çfarë ka ndodhur. Kolegu Xhoj Malsia nga Top News, i cili ka dërguar një pyetje, thot faleminderit për pyetjen tuaj, ju ofrojmë përgjigjen e mëposhtme në sfond që i atribuohet një zyrtari të ambasadës. Administrata Trump nuk ka prioritet më të lartë se siguria dhe mbrojtja amerikanëve. Ne po punojmë ngushtë me autoritetet shqiptare për të vlerësuar situatën dhe për të ulur rreziqet e sigurisë. Ambasada e SBA-s vlerëson bashkëpunimin e ngushtë me çështjet e sigurisë me qeverinë e Shqipërisë, e cila ka demonstruar një angazhim të vazhdueshëm për të garantuar sigurinë e qytetarëve amerikanë dhe të gjithë banorëve të Shqipërisë. Ne do të ofrojmë më shumë informacion sa po të jeti disponueshëm. Sa më pëlqen shumë ajo domethënë bashkëpunimi i ngushtë në çështje siguri qeveria shqiptare me këta amerikanë. Shumë të ngushtë e kanë. Ngushtë e kanë vërtet. Shumë të ngushtë e kanë. Kam seriozisht kanë shumë. Po, shumë të ngushtë, e shoh domethënë. Prandaj domethënë marrëdhënia e kësaj qeverie me marrëdhënien e qeverisë të Donald Trumpit, ajo shkojnë kështu mo. Motra vlla në një krevat. Çfarë them unë tani për? Shikoj, tani se duhet i marr mendime dhe durë tani. Jo, ti merr mendime, po problemi është po mundave çështjet e bashkëpunimit midis autoriteteve ligjzbatuese, që është politika amerikane drejt për drejt, edhe marrëdhënieve diplomatike bilaterale të lidhura me kontekstin politik janë dy gjëra krejt ndryshme. Ja ke gabim. Ma beso këto janë dy gjëra krejt. E ke gabim pra, sepse përpara Donald Trumpit një lloj kishte qasjen Blinken, kur fliste në vetë parë dhe një lloj kishte edhe ambasadori Yuri Kim kishte këtu. Po politik më burrë se bashkëpunimi me autoritetet ligjzbatuese, me policinë, me Po pse me drejtorin e policisë shtetit unë edhe më? Është tjetër qasje. Është tjetër qasje. Ne nuk po merrem me këtë histori. Okej. Zero. Përse mendoni duraj që jemi, le të themi, një vend i ndjeshëm dhe a do duhet që nga ana e autoriteteve shqiptare në këtë histori të kishin qenë pak më të qartë? Nëse do të ishte ky, le të themi, qëndrimi i Nardit të bëj publik dhe i qartësuar përse ne nuk jemi të rrezikuar, dhe nëse jemi të rrezikuar, le të bëjë një njoftim tjetër ku të paktën qytetarët të orientoheshin për mënyrën se si, le të themi, duhet të sillen apo mund të identifikojnë element armiqësor ta cilësojmë kështu. Fakti që Shqipëria u zgjodh vendi ku të strehojë opozita iraniane. U zgjodh. Pra, nuk u zgjodh mo. U zgjodh. Po si më u zgjodh, ai ju lut të mjerte. Kanë qenë disa vende dhe ka pasur disa karakteristika. Alban, nëse nuk e ke informacionin, më vjen keq për ty. Dëgjoj një sekond, lutem se këtë nuk ta lejoj dot. Dhe pastaj vazhdo bëj analizë. Nuk u zgjodh. Ju lut Edi Rama që ti mjerte. Dhe të njëjtën lutje e ka pas se këta janë vasal, po para të të le o shtatanik, dëgjoj një herë. Po të lë unë të lë po. Dëgjoj. Po jepi. Këta janë lëpirsat numër 1
si djathtas dhe majtas, në 35 vitet që punë kam bërë, lëpirje, kur vjen puna tek Amerika. Këta ju lutën mo, ishin gati ajo është gati të japin gjithë Shqipërinë vetëm të shkojë të takojë një Donald Trump, ti vazhdon akoma. E zgjodhi, çfarë zgjodhi mo? Ata doni, e di kur e zgjodhi, kur doni të sillnin armët kimike dhe Sultan Surreli doli gjithë Shqipëria në demonstrat. Ajo ishte era e vetme. S'ka zgjedhje këtu më. Do ta marrim të mirëqen që ne ju lutëm. Pra, ata kanë bërë një analizë risku si vend, pra kanë pasur rrezik kjo opozit e cila presupozohet që nesër do vinë në pushtet, do ndryshojë regjimin e Iranit, ta ka pasur një lloj skanimi të gjithë situatës, si përsa i përket qasjes sonë si popull, tolerancës fetare, pra ka pasur një lloj, le themi, hetimi para prak nga administrata amerikane të vendit tonë. Pra ne kemi disa cilësi pozitive për cilat ata kanë menduar që ky mund të jetë një vend i sigurt për opozitën iraniane, në mënyrë që të jetë edhe një vend i cili mos ketë dhe probleme nga Irani. Dhe realisht, normalisht në vitet e parë ne nuk kemi pasur asnjë lloj problemi, përveç vitit 2018 dhe më pas prishjes së marrëdhënieve diplomatike me shtetin iranian. Alban, do bëj një pyetje këtu në këtë pyetje, bëjmë bisedim, bashkëbisedim. Përsa i përket sigurisë, ti mendon domethënë që është më i sigurt një vend si Shqipëria apo një vend si Gjermania apo Italia? Po flasim për çështjen e sigurisë. Për çështjen e sigurisë. Po, për çështjen e sigurisë. Ti mendon domethënë që është një vend si Italia është më i sigurt se sa një vend si Shqipëria? Po ne jemi 2 milion banor. Pra, 2 milionë kusht kemi disa favore për cilat nuk mund të krahasohet me një vend si Gjermania që është 80 milion banor. Po, një gjerman është më i sigurt se një shqiptar atëherë? Po ta bëjmë ndryshe. Sa herë ke pasur atentate terroriste në qendrat në Berlin në mënyrë të gjitha me radhë? Po kështu. Sa herë ke pasur Shqipëri? Sepse atje nuk është një lloj domethënë që thot në numër banorësh, por që thot edhe Albani. Nuk e kisha të gjë kontekstin. I ka të përgatitja policore tek informacioni Po, te informacioni, te institucionet, te përgatitja. Ti po më thua që Shqipëria është vend më i sigurt në këtë raport me këtë gjë sa Gjermania? Po, ne kemi parandaluar. Shumë. Në rastin e vitit 2018, janë trend total. Shikun e kemi të Suel Çela është në Burg, Bajrat janë në Burg, Gysagas janë në Burg, Propinit janë në Burg. Kur ne nuk arrim do të marrim me këto, imagjino çfarë i bëjmë në Amerikën e Sovjetike. Çfarë si bëjmë ne aty? Një mbysim mërfare atë. Ne kur vim në çështje, pyetja ishte thumë çështje ndërkombëtare apo çështje në këtë aspekt. Po ti ishte se ne se Gjermania që ka më pak se sigurt se ne po më e paranojnë që ata erdhën aty në Mans, sepse ne jemi 100 herë më të sigurt si shtet, krijojmë siguri, i japim siguri një opozitë të tillë e cila është e rrezikuar më shumë se sa që jep Gjermania. Nuk është kështu më mik. Po aty ata realisht janë të sigurt. Nuk është. Se unë besoj fort domethënë që po kanë forca në Gjermani nuk mund ta kishin këtë. Nuk e di nëse do ta kishin. Mes Gjermanisë ose në Itali ose në Angli ose jo, nuk ka shumë gjëra si ne kemi më të favorshme. Po jo, më pyetja është Amerika qasin e ka më të lehtë tek ne potencial. Jam dakord për këtë, Nart, tash se po bën domethënë cinizëm atë kësaj natyre. Po është thjesht e burr Shqipëria se janë lut. I mori Berisha grupin e parë, masiviteti prej 2000 vajt i mori Rama. Erdhi dhe zonja Clinton atëherë këtu kur ishte sekretare e përgjithshme, sekretare amerikane e shtetit, folin kuvent. U futen në valle. Ashti. Nart, kam historinë tjetër kundër. Po mi vazhdo atë. Unë kam historinë që e lidh pak me sistemet e brendshme të mënyrës se si funksionon shteti dhe për mënyrën se si duhet të sqarohet. Ore, në qoftë se realisht nuk ka shqetësim, le të thot për çështje protokollare ambasada amerikane çfarë të doj, vlerësimin e rrezikut brenda vendit ton, le ta bëj institucionet tona. Dakor. Unë nuk jam minimalisht presidenti për shembull, do duhej dura mendoj që duhet të mbledhur Këshillin Kombëtar për të sqaruar. Pse se ka bërë këtë? Po nuk e di ta Mariana. I bë kashillik Amerikës.
Jo, ndoshta këto takime janë bërë. Bën rezistencë kryeministri, nuk shkon. Ndoshta këto takime janë bërë dhe ne këto nuk bën publike, përderisa janë çështje që lidhen kur mbledhet Këshilli i Sigurisë nga presidenti su bëhen publike, po çfarë bëhet publike këtu pastaj? Nuk bëhet publike sepse është çështje emergjente, ndoshta nuk duan që të sjellin një lloj kaosi edhe tek qytetarët edhe tek publiku. Kështu që po të ishte çështje kaosi nuk e publikonte njëri fare atë. Fakti që ka publikuar, kjo është për qytetarët amerikan, por edhe për fakti që ka publikuar është thjesht për të kërkuar një aleat më shumë se i ka ngel vesh Izraeli. Kaq është historia. Dhe mos e bëni gjë domosdoshmë sigurisht. Kërkon Amerika aleat e ne? Ne aleat? Po pse na bëre të mëdhenj? Ja, na bëre të mëdhenj. Po ne donëm vetëm mëdhenj mor, se ti vati bëre resolut në parlament. Sa po ta thash një, apo do të më thësh një mbrapsh? Jo, nuk them mbrapsh, por na bëre të mëdhenj. Kështu që të kuptim kam përshtypjen që ndoshta janë bërë edhe këto takimet, por fakti që është bërë publike, mendoj që institucionet nuk kanë reaguar në nivelin e dur. Pra Shtetet Bashkuara presin më shumë nga institucionet ligjzbatuese në mënyrë që të marrin masa sa më të forta lidhur me parandalimin e ndonjë sulmi të mundshëm. Fakti që gjithmonë, pra kemi rastin së fundmi, kishim një rast të fundit kibernetik dhe ne duhet ta shikojmë me seriozitet, nuk është kaq e thjeshtë sa e thot Nardi, që thot që këtu ne nuk rrezikohet fare, nuk rrezikohemi për shkak se ata kanë ndonjë gjë me ne si popull apo me shqiptarët. Përkundrazi, ne si qytetarë, nëse ne dënojmë luftën që bëhet ndaj popullit, ndaj qytetarëve të Iranit, por natyrisht edhe qytetarët palestinezë që kanë 3 vite, 2 vite të saj që janë në luft dhe kjo botë ende nuk ka reaguar, pra është për të ardhur keq që jemi në kulmin e teknologjisë, të shkencës dhe kemi një shfarosje të njerëzve të pafajshëm, të fëmijëve, të grave, kështu që e konsiderojmë të padrejtë, pra ata e dinë dhe qasjen tonë si popull, që ne nuk jemi pro luftë, pavarësisht se qeveria jonë është e detyruar ose ka interesa personale të atyre që drejtojnë vendin në momentet saktuara që janë pro luftës për çdo luftë që Shtetet Bashkuara kanë realizuar. Dhe ne duhet të marrim masa si popull, përderisa nuk ka një reagim nga shteti, pra nuk kemi asnjë lloj plani se si duhet të mbrohemi, çfarë duhet të bëjmë në rast se do kemi ndonjë sulm, si duhet të sillemi ndaj autoriteteve, ka shumë masa që merren në situata të tilla, duhet të kthehet ajo periudha përpara viteve 90, ku qytetarët përgatiteshin, qoftë edhe në shkollë, por edhe në takime që kishin në lagje lidhur me rastet e një agresioni të mundshëm. Kështu që në këtë kuptim besoj që duhet të ketë një lloj reagimi serioz nga qeveria shqiptare në mënyrë që të parandalojmë apo të mbrojmë veten nga ndonjë sulm i mundshëm. Megjithëse të paktën në Agjencia për Media dhe Informime, e cila është në varësi të kryeministrisë, e ka pasur një reagim dhe thotë që Shqipëria është e sigurt, të paktën kështu citohet. Ky është mesazhi i përbashkët nga ministrat Ferit Hoxha, Ermal Nufi dhe Besfort Lamallari, pra ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes dhe ministri i jashtëm. Strukturat antiterrorit, policisë së shtetit dhe partnerët ndërkombëtar janë në gatishmëri të plotë, ndërsa bashkëpunimi me SBA dhe NATO-n vijon ngushtë. Mirë, mbyllim këtu këtë pjesë të parë të diskutimit, pasi sigurisht këto janë çështje të natyrave komplekse, janë çështje të cilat punohet gjithnjë jashtë syve të qytetarëve shqiptar, pasi kështu pra funksionon antiterrori dhe strukturat të tjera ligjzbatuese në vendin tonë. Megjithatë, është detyrimi her pas here edhe i qeverisë shqiptare, kur ka, le të themi, indicje nga partnerët ideal, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ndoshta të jenë pak më të qartë në momente të caktuara. Prokuroria e posaçme SPAK dhe kam përshtypjen kreu i SPAK Ludian Bravo është edhe pjesë e grupit që po heton çështjen e aeroportit të Vlorës, koncesionin. Pra tenderi se si u dha ky aeroport, janë komunikuar 3 masa sigurie për shkelje të barazisë në tendra për 3 nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, KOV që quhet ndryshe, pasi ka dyshime që u dha një tender i paracaktuar. Leonard Karaj,
Çfarë ka ndodhur aty? Ne kemi bërë një diskutim dikur, ndoshta ka qenë, po duket sikur ka shkuar në një fazë tjetër tani. Që nga Spaku në lojë. Po merret Ka kohë Spaku faktikisht se ka thirrur dhe Pacollin. Po merren me leporushët, me jabanxhin, po merret me të vegjlit. Po nuk po merret me ata të cilët kanë bërë, sepse ti nëse më thua mua që ata të cilët kanë bërë aferën, nëse është aferë e aeroporti Vlorës janë këta 3 personat e KVO-s, pastaj këtu është ka për shkokën me dorë, pastaj. Tu pastaj këta jo vetëm s'din të vjedhin, po ja dhe të pa afër të mbrojtë veten e tyre. Këta e kanë fjalën ministri, kryeministri, zëvendësimi gjithë me radhë. Për ta rikthyer sadopak se ndoshta e kanë harruar njerëzit. Është shumë e thjeshtë, si në të gjitha punët ose në tendrat strategjik që ka bërë kjo qeveri nga 2013 e këtej, edhe në këtë rast nuk mund të shpëtonte pa bërë paçavurën e radhës. Paçavura ka ndodhur në vitin 2020-2021. Se e them këtë 2020-2021, sepse çdo gjë pak a shumë ka ardhur në kohën kur në krye ishte zëvendës kryeministja zonja Belinda Balluku, njëkohësisht dhe ministra e infrastrukturës, sepse është ministra e linjës për rastin konkret për cilin ne po flasim. Dhe kjo zonja Balluku ka rekorde të jashtëzakonshme të negativiste. Sepse vinte nga alt kontrolli, e me kupton të çfarë do të thoshte shumë mirë, çfarë është, le të themi, gjithë linja ajrore, mënyra menaxherale e saj, dhe po ta vjen sot që ne që flasim, nuk është se dua të dal në një temë tjetër, por thjesht po e shtoj, sot që ne flasim ne e dim fort mirë që ai aeroporti i Kuksit, që u trumpetua me të madh, nga 4 qershori, sa është për qeshur burr, nga 4 qershori 2023-shit, as ngrihet e as ulet as një avion. E mban mend ti dilte Rama me Belinda Balluku në thonë. Ore tani këtë ta jap me përgjegjësi unë ty. Po ta mbash mend, Rama me Ballukun dilin do t'ju marr nga Londra do t'u sillin Kukës, u thoshte atyre. E mbaj mend videon, Nga 4 qershori, po them shko verifikoje. As ulet, as ngrihet as një avion. Do ishte investim ja? Sa di unë tani, unë nuk jam ekonomist, as prokuror. Po sa ka 3 vjet unë. Urdhë, 4 qershor. Air Albania, krenaria Lazgushi Migjeni e Noli, është zyrtarisht e falimentuar. Zyrtarisht e falimentuar. Madje aty ka dhe një, po do i futemi kësaj histori kur të kemi kohë, sepse jo vetëm domethënë që është zyrtarisht e falimentuar, por shteti shqiptar ka yshtur për të marrë edhe për të mbuluar, si me thënë, për të mbuluar negativitetin grupën financiare të kësaj kompanie. Po kur të kthehemi, po ta thash për ta sqarojmë. Tani të vim tek aeroporti i Vlorës. Aeroporti i Vlorës është ka qenë taksur, sipas mendimit tim, kjo është analizë, nuk kam një fakt domethënës, por të gjitha të dhënat të sillin pastaj këtu, që t'i jepeshe Bexhet Pacolli. Jo, mos aludo se ka thënë Spaku që dyshojnë se është parasaktuar tenderi. Po, rri qetë kur ta argumentosh. Po jo, unë e them për veten time, ata Spaku nuk e marr për italonën, ore. Po mirë, po kanë bërë gjysë të ata. Po mirë, kanë bërë gjë. Tani mos më ngatro me atë. Është para caktuar zoti Bexhet Pacolli. Në kuptimin e plot fjalë. Madje aty edhe në intervistat që ka dhënë, i ka shkarë një 2-3 herë goja se isha tek ministra për të biseduar për këtë. Ç'pun ke ditë te ministra kur s'ke firmos kontratën? Ç'do ti te ministra kur s'ke firmos kontratën, o zotëri nderoj? Ç'a takimi bën ti te ministra kur ti do marrësh pjesë në një tender? Se shkova unë te ministra nëse jam unë një kompani tjetër europiane apo botërore për të marrë pjesë në një tender. Po nuk e di, ndoshta edhe ka shkuar, se nuk e di këtu prapas. Po e ka thënë vetë. E ka thënë ky që ka folur, se mund të jetë një tjetër që. Jo, mos zotri ka shkuar aty, tha shkova, tha më pritje, nuk më pëlqeu shumë mënyra se si më tapo, megjithatë, kështu e ka thënë. Përpara se ministri tha që i pres gjithë biznesmenët, tha sa pun kam, i presën takime, kështu që mund duket mua. Por kë biznesmen tjetër ka pritur për aeroportin e Vlorës përveç Bexhet Pacolli. Mirë, takuam po flas për investimet tërësi. Ti do me patjetër të më bësh këtë. Jo, në shumë raste, më fal Nadi që të ndryj pak, domethënë, këto ç'a bën trumpetohet me të madhe paraprakisht që ta marri filan kompanie, besoj edhe në këtë rast se ka pasur, siç është rasti i Sazanit me dhëndrin e Trumpit. Dhe pa u bërë fare, pa u hapur gara, pa u shpallur. S'ka nevojë me bogar pa disa e tjetër. Është një strategji që ne shikojmë në shumë raste kur vjen puna te projektet madhore, kemi dreka, cilat ato janë bërë publike dhe të zotit Pacolli me kryeministrin.
Pra duke diskutuar për aeroportin apo për çështje, njerë u fol për Divjakën, pa jo nuk e di pse nuk u bëhet si. Për shkak se ishte lagune mbrojtër dhe kishte problematikë. Dhe kanë qenë takime që që ka një lloj strategjie dhe publike kjo. Pra bëhet publikisht që ajo është hapur fare dhe shpeshherë mua ndonjëherë më thosh me vete ore, po ç'a bëjnë këta, pa e shpallur fare garën, pa përcaktuar fituesin, se hajde kur shpallet fituesi, po ulesh pa drejt me një investitor strategjik që ka një rëndësi për qeverinë shqiptare. Këto janë ato probleme që... Tani, për të vazhduar atë. Normalisht, Bexhet Pacolli dhe Valon Ademi, dy biznesmenit kosovar, nuk kishin asnjë lloj mundësie që ta bënin këtë aeroport, sepse nuk kishin punë të ngjashme që mund të bënin. Bexhet Pacolli ka pasur kompani me Mabetexin, ka bërë punë nga më të ndryshme ndërtimore, por jo aeroporte. Pra, dhe që të ndodhte kjo që ndodhte, u fut në lojë një kompani turke. Edhe kjo Yda Group, edhe kjo një kompani e cila ka lidhje si tek memoriali, te Spitali Memorial i Fierit, si tek Llogaraja. Pra se është një njëjti konsorcium. Një njëjti grup kompanish. Një njëjti grup kompanish. Yda Group. Tani Yda Group ka ardhur dhe është kur ky grupim, pra Yda, Bexhet Pacolli me kompaninë e tij dhe Valon Ademi u bën bashk si një bashkim operatorësh ekonomik dhe firmosën kontratën me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në 2021 për ndërtimin e aeroportit Vlorës, i cili do kushtonte diku te 103 milion euro dhe kishte një fitim të paracaktuar në vite, në vite, për 35 vite që shkonte deri te 700 milion euro. 700 milion euro. Që ti shkonte fitimi. Shteti shqiptar i dilte për zot këtij koncesioni për 138 milion euro në vit, në rast se nuk ishte, le të themi, aq xhiro vjetore të mjaftueshme. Më shumë se investimi? Po. Është kontrata aty. Garancia shtetërore? Garancia shtetërore në qoftë se do kishte më pak bileta ose më pak lëvizje, më pak ashtuja, do garantonte shteti shqiptar kompaninë që ti këto lekë do t'i marrë se do që të jetë puna. Pra nëse ai do bënte 100 milion euro, po ja fut tani. Dhe target ishte 138 milion euro, këto 38 milion euro do t'ja te shteti shqiptar. Kjo ishte teoria pak a shumë. U futën për ta bërë dhe duke qenë se u fut Yda Group ishte ajo që kishte punë të ngjashme, që kishte ndërtuar aeroporte, stadiume, gjërat këtij tipi. Prandaj duhej me patjetër për të qenë pjesë e konsorciumit. Me ligj, në bazë të kësaj kontratës për cilën Yda Group kishte 40%, që të mos ngatrohemi, 40%. 58% i kishte Bexhet Pacolli dhe 2% Valon Ademi. Në rregull? Pavarësisht se Pacolli kishte pjesë më të madhe, dhe kjo është e çuditshme. Sepse ti që ke pjesë më të madhe presupozohet që je kompania lider. Po sigurisht ke përqindje më të madhe, kalon 51 je ti. Je ke lider. Në ndërkohë, në letra teorike ose në terren teorike duhet është Yda, sepse ajo ka punë të ngjashme për të bërë punën. Po edhe kjo është një debat juridik që ka ha shumë kohë. Çfarë do të thotë kjo? Kontrata e firmosur me Spalën dhe me Ministrinë e Infrastrukturës nuk linte shkallë abuzimi deri në momentin e dorëzimit të veprës. Çfarë do të thotë? Këto tre kompani si konsorcium nuk mund të ndaheshin. As të shisnin aksione tek njëra tjetra pa u përfunduar gjithë kantieri i ndërtimit. Pra, nëse ne të tre. Çalon investimi, po. Nëse ne të tre nisim dhe themi sonte në darkë do bëjmë një emision neve të tre, nuk mundesh domethënë që ti nga një moment i caktuar të çohesh dhe të ikësh, sepse prishet emisioni pas. Pra do duhet domethënë që neve emisionin ta mbyllim deri në orën e caktuar që e ke të dhënë ti. Kjo ka gjë. Dhe kjo garantohej nga ana e ministrisë. Sepse që të ndodhte një gjë tillë, pra një shitje aksione midis kompanive me njëra tjetër, do duhet të merrej kundra firma e Belinda Ballukut, që ishte ministri Aline. Çfarë ka ndodhur në 2022-shin, aeroporti dëgjojmë pak se po ta tani shpjegojnë ardhi të gjithën. Në 2022-shin ka ndodhur që u fillova puna, bla bla bla, historira këta çdo gjë ishte shënde ver, Yda Group nuk erdhi asnjë ditë aty se s'kishte asnjë lloj lidhje, sa ishte thjesht prestanome, kuptimin e mirë fill fjalës, se s'ka sjell asgjë. As punëtor, as makineri, as gjë. Çdo gjë është Valon Ademit dhe të Bexhet Pacollit aty. Dhe punëtor paguhen prej këtyre. Të gjithë. Në rregull. Pra, teorikisht ka qenë një prestanome, i them unë. Një kompani e përdor vetëm për të kaluar këtë fazën e marrjes së tenderit. Çfarë ndodhi domethënë Yda Group s'donte më të merreshe me këtë histori dhe ja shet 40% e aksioneve, ja shet
Pacollit, 40%. 98 shkon Pacollit. 98 Pacollit, 2% Valon Ademi. Po që këtu është problemi i madh. Ne po flasim për një konsorcium që vlen 100 milion euro. Rregull? Po. Që 40% i Juda Group ndaj Pacollit do shitu 4.000 euro. 4.400 euro. 4.000 euro. Më spëtallë. 20% Si Toyota Yaris. Po prapë më pak. Automat. Po pak. Jo shitu 4.000 euro. Kur është pyetur Bexhet Pacolli lidhe me këtë çështje, ka thonë ora mund ma kishte dhënë me 4 euro. Po, ka drejt aty, edhe me 4 më t'ia dhënte. Edhe me 44 dhe me 44 miliardë euro. Kjo është, domethënë kjo çështje biznesi. Por që këtu ka diçka për t'u investiguar. Se nuk mundesh domethënë që për një gjë e cila vlen në bërje 100 milion euro dhe në fitim 700 milion euro, ti ta shesësh 40% ti ta shesësh 4.000 euro. Të marrë një mendim tek Dura dhe rikthehem sërish. Po. Si e shikoni Dura këtë historinë që në të gjitha, le të themi, investimet e mëdha, investime strategjike, siç janë rrugë, siç janë porte, siç është rasti portit Porto Romanos, siç na del aeroporti i Vlorës, s'paku po gjen ai gjë aty tani. Gjen gjithnjë një shkelje të barazisë në tendera. Aty po gjen, por nuk ka shkuar tek organizatorët e vërtet, ata që kanë urdhëruar këto paparazi në tendera. Pra është për të ardhur keq. Kemi shumë raste ku janë dënuar, pra kemi dënime të zyrtarëve, të cilët kanë qenë pjesë e grupeve të punës, të cilat organizojnë këto tenderime. Po. Dhe nuk kemi ka kaluar pra vetëm te niveli më i ulët, vetëm te disa fakira, të cilët kanë firmosur vetëm për të qenë në një vend pune, pra për të marrë një rrogë. Dhe nuk besoj që ata kanë marrë ndonjë pagesë lidhur me këto firma që kanë hedhur, vetëm pse kanë qenë të detyruar nga eprorët e tyre dhe i është rrezikuar vendi punës. Më të mençur po tregojmë Bashkinë e Tiranës ta Velie, nuk firmosin. Kemi pasur një rast konkret ku një nënpunëse e Ministrisë së Drejtorisë Përgjithshme të Policisë, e cila nuk firmosi, pra nuk ishte dakord me tenderin e kapeleve, dhe kur erdhi puna, ajo shkoi edhe u dënua si gjithë anëtarët e tjerë të grupit. Pra edhe pse nuk ishte dakord, shkoi në bankën e të akuzuarve, ju shkatrua karriera, ju shkatrua jeta, vetëm pse thjesht ajo bëri atë që mendoi, iku nga puna, pra si këto raste kemi qindra zyrtar të cilët ka marrë dënime, janë dënuar dhe kanë ikur nga ky vend. Po ky është gabimi i drejtësisë. Patjetër, gabimi drejtësisë dhe prokuroria e posaçme nuk i shkon deri në thelb çështjes, pra vetëm tek pabarazia në tendra. Kemi rastin e tunelit të Llogaras, pra aty zonja Balluku është për akuzën e pabarazisë në tendra. Shkelje të barazisë në tendrave. Po, shkelje e barazisë. Është një mas dënimi që nuk shkon më shumë se 5 vite, ndërkohë që shuma prej 50 milion euro dëmi që është bërë buxhetit shtetit ka ikur pa autor. Pra, kjo është fatkeqësia që shumë qytetar shkojnë në burg thjesht vetëm për një ndërtim të shtëpisë së tyre që mund të bëjnë ndonjë shtesë pse zyrtarët nuk i japin leje, pra për t'i dhënë një leje. Shumë qytetarë tjerë shkojnë për nevoja të cilat administrata nuk i përgjigjet dhe janë në burg, ndërkohë që mund të vjedhër 50 milion euro dhe nuk ka ndonjë problem, se maksimumi edhe 5 vite burg ja vlen që ti bësh për kaq shumë lek apo kaq shumë para. Kështu që edhe në rastin konkret, ky mentalitet është krijuar Duraj në fakt kur e mendon e frikshme. Më thënë, janë ca sasi parash të mëdha aty përballë këtyre zyrtarëve dhe askujt nuk i trembet syri që ti marrë ato se pak burg është. E di si kanë dalë më nardi, ke parë? Ja, jo si kanë parë. Se unë nga që e njoh çikat para burgimin e Durrësit, se edhe jetoj në Durrës, edhe shumë nga këta zyrtarët që kanë qenë të dënuar nuk janë shumë familjarët aty. Për 2-3 vite si kanë parë më. Është ke shumë e drejtë kjo që thua. Po patjetër. Te kjo histori është mentalitet që duhet ta vrasim. Ta vrasim të mentalitet. Patjetër që duhet të vrarë, sepse po na ikin gjithë. Pra shumë të rinj po largohen çdo muaj, çdo vit nga ky vend. Pra këtu tani po ngilen vetëm zyrtarët, pensionistët, tata administratës, edhe ne që jemi profesionin që janë shumë tata administratës. Kështu që patjetër që duhet që të ndryshojë ky mentalitet edhe në rastin e aeroportit të Vlorës, duhet të shkojë vetëm me hetimin
e atyre që i kanë bërë pra në punësve të cilët kanë marrë pjesë në grupet vlerësimin e ofertës apo me shpalljen e fituesit. Duhet parë më lart, prokuroria e posaçme i ka edhe ato intervista, mjafton që ato të marri, të analizoj takimet që ka bërë zoti Pacolli me zotin Rama. Pra ishte në çdo situatë ne kemi parë si miq të cilët komunikonin. Do ta kupton që askush nuk është kundër investitorëve, sepse realisht investitorët mund ta transformojnë një zonë dhe t'i japin zhvillim, do ta pranojmë se i janë kapacitete financiare të atyre që transformojnë një zonë. Por, këtu lind ka një por, që a do ta merrte ky apo mund të ishte një kompani tjetër, mund të ishte një kompani franceze shumë e mirë, një kompani amerikane. Ne kemi shumë kompani shqiptare të cilat kanë falimentuar vetëm prej në sajt të kësaj pune të pisët që zhvillohet. Shqilen barazistë, që nuk marrin dot tendrat. Nga viti 2013 ne kemi kompani të cilat janë zhdukur, ato mund të kenë qenë që në fillim të viteve 90, që bën një punë cilësore, por vetëm se nuk janë përshtatur me këtë sistem të pa barabartë, një sistem i cili nuk inkurajon konkurrencën dhe produkte cilësore që duhet bëjnë to kompani, kemi kompani që po na i bëjnë rrugët të pa kalueshme. Pra kemi rastin e rrugës Pogradec që u inaugurua së fundmi dhe pas 3 javësh. Pas 3 javësh ajo u rrëzuar. Pra kemi një sër rrugësh të cilat nuk janë bërë në cilësinë e dur dhe kjo vjen për shkak të këtij klientelizmi, mënyrës se si jepen këto tendera, të cilat paracaktohen, çmimet të cilat janë në raport me çmimet që duhet paguaj një shtet në një vend tjetër të Ballkanit, të rajonit apo të Evropës, ne kemi çmimet më të larta, pra kemi 10 fishin e pagesës që paguajmë për të ndërtuar një kilometër rrugë. Edhe shumë punë të tjera publike, të cilat nuk janë eficiente dhe i sillin një dëm të konsiderueshëm buxhetit shtetit. Po këto nuk vijnë vetëm për shkak të mos organizimit barabartë të tenderave nga këta zyrtar, po vjen të një mendësie të kësaj qeverisje për mënyrën se si organizohen këto tenderime, mënyrën se si urdhërojnë këto tenderime dhe mënyrën se si ende vazhdohet me këtë mentalitet. Edhe pse kemi zyrtar që janë dënuar nga prokuroria nga gjykata, por janë hetuar nga prokuroria e posaçme dhe që ka kaluar vetëm në këtë nivel, nuk shkon më lart, nuk shkon as te sekretari i përgjithshëm, nuk shkon as te ministri. Pra ministri mund të shkojë vetëm pa barazi në tendera, ndërkohë që aty ka fakte të pa komprometueshme që do të thotë mesazhe, thotë kryeministri, po këtu për një mesazh janë dënuar qytetar, vetëm thjesht pse kanë komunikuar e kanë ngrënë për moskallëzim krimi, minimalja, ose në bashkëpunim kur kemi trafik të lëndë, prodhimi dhe shitje të lëndë narkotike, vetëm tip se ka folur në telefon me një shok ti se di me çfarë merret ai, e ka futur prokuroria në bashkëpunim ose grup të strukturuar, ndërkohë që këtu ende vazhdon sepse faktikisht unë mendoja që këto hetime do sillnin një lloj stopimi ose administratës, ta uli pak. Ta uli, po këta po vazhdojnë akoma më shumë. Domani thanë kuvend është goditur korrupsioni, tha po shoh një rritje të shkeljes barazisë të tender, pra është disproporcion. Këte jetohen goditen futet ca në burg, këte rritet. Pra këto janë ato probleme të cilat ne na shqetësojnë si qytetar. Pra kemi një lloj pabarazie edhe në hetimin e prokurorisë posaçme, por natyrisht edhe gjykata, pse nuk është me ndryshime ligjore, gjykata ka një rol paraprake, ka një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si përcaktohen detyrat e organit të akuzës, pra nuk është ajo akuza që përcakton prokurori, nuk është akuzë përfundimtare, por është gjykata paraprake e cila vendos edhe kualifikimin e veprës penale. Dhe këto janë shumë shqetësuese për buxhetin e shtetit dhe për ne si shoqëri. Duraj, shumë faleminderit, tha një gjë të bukur, Duraj, që kemi pabarazinë tendre në art, po kemi edhe pabarazinë në hetime. Është e bukur. Mendo se do të jetë një tjetër bombë për qeverinë shqiptare, siç mund të jetë për shembull kjo goditje që morëm nga porti i Porto Romanos, aeroporti i Vlorës. Mendon se spaku në një moment mund të shkundi mirë me aeroportin e Vlorës, por që edhe portin e Porto Romanos, i shikon kështu në lloj forme? Spaku të shkundi një spakun, shkundi një veten, pastaj inshallah po ngeli gjë për të shkundur nga këta
kategoria e 3, e 4 e nënpunësve në rregull, sepse Belinda Ballukun e ka akoma jashtë. Si dha kuvendi? Po shkove me shkelje barazisë në tendera, s'ta jep kuvendi. Po të shkosh me një akuzë korrupsion, fshehje pasurie, grup të strukturuar kriminal, nuk ka çfarë bën kuvendi. Po i shkove me shkelje barazisë në tendera, atëherë thjesht po tallesh. Okej. Më bën sens më kjo. Vazhdo argumentimin. Ja, kjo është pra. Dhe tani, nëse do donte Spaku ta bënte këtë gjën, mund të jetë një bombë vërtet aty, meqense flasim për shifra të mëdha ta kthej pyetjen ndryshe. Nëse do donte. Arsyetimi jote është kështu. Nëse Dajo tha ose Halla, ecim. Tani unë po të them ty në rast konkret, te aeroporti i Vlorës për cilin ti po thua, që në nisje thej që janë vënë masa sigurimi 3 persona, the kështu. Po, janë komunikuar akuzat. Po, okay. Komunikuar akuzat ndoshta mund të kenë thënë masa sigurimi, por nuk e di, mund të kenë detyrim paraqitjes mas sigurimi. Po pakën si ka, pra janë të nënpunës funditës. Po. Nënpunës. Nënpunës, po ata Po ti mendon domethënë që këta nënpunësit e bën. Nuk e bëri drejtori i lartë, apo ministri, apo kryeministri. Mua Spaku duhet më thot kush janë ata të cilët kanë dhënë urdhrin, jo sikariot. Duhet të kapje Totorinën dhe Bernardo Provenzanën, jo ata që shkonin e bënin vrasjen. Kjo e njëjta histori është. Ta vazhdojnë akoma merren me nënpunësit, të cilët po më kanë faj, sigurisht që kanë faj, edhe duhet të përgjigjen. Por ti nuk mund të tallesh me njerëzit duke thënë shkelje barazisë në tendera. Sepse më kujtohet bukur domethënë këto lulkuqet e Bashkisë Tiranë që u kapën në rastin e 5D-s. Po. Njëra bëri detyrim paraqitje, një titra s'bëri fare, këto 3-4 drejtoresha, jo vetëm që kanë dalë, po sepse këta janë të parturshëm, aty ku nuk mban më mo. Po ti shikosh Instagramet e tyre dhe Facebookrat të tregojnë domethënë që sa e hoqin hallin, se s'bën ato as edhe një gjë. Fare zero nga Spaku, edhe sa i shikon sa në Maldive, sa në Tora Bosnia. S'është dënimi, Narda, po s'ka vendim. Jo, morën dënim ato nga Spaku, nga GKK-ja. Morën dënim. Pranuan akuzën me 1/3, 8 muaj burg, me shërbim prove, bla bla bla, historia të këtij tipi. Se sa e ka i dënuan në Maldive. Po, i dënuan në Maldive, këtë desha me thonë. I dënuan të gjithë në Maldive. Këtu do kalojmë, edhe këta të 3. Dhe këta të 3 dhe shumë të 3 të tjerë, të cilët Spaku shkon dhe u ngre akuzë, shkelje barazisë në tendera, këtu do shkojnë ose trinder, ose shpërdorim detyre. Këtu do shkojnë. Pse? Sepse këto janë akuza qesharake që si vepra penale të referuara nga kodi jon penal. Modestisht, po ka një grup të madh në avokatësh, të cilët kemi vite që themi domethënë, nëse duhet të ndryshohet kodi penal, duhet të ndryshohet thelbësisht tek nenet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Dhe këta kur e ndryshuan vit kodin penal, po shqyqy zotit nuk u miratua fare, e ulën veprën penale për korrupsionin, ta ngrinin. Pra në qoftë se shkelje barazisë në tendera është maksimalisht 5 vite, që do të thotë teorikisht nuk bën as i ditë burg, sepse ne kemi me kod procedure penale që në qoftë se një vepër penale dënohet dhe është vepër parë penale, pra nuk je dënuar më përpara, ti ke të drejtë domosdoshmë të marrësh një dënim alternativ që është shërbim prove bla 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 historia të këtij tipi. Pra nuk shkon fare në burg. E thënë teorikisht. Balluku me këtë vepër ta harrojmë. Po mos u bëj qesharak tani e burr tani. Është të tallesh mo tani. Është të tallesh kuptimin plot fjalës. Zero mo. Është tallje mo, burr po leje tani mos na bëni një histori këtu se më xejm kot pastaj. Po ta jep te burr kuvendin nëse është kështu, ta jep dhe mos e s'bën burr. Jo më shumë e ka bërë. Mos e jep bikë. Jo më e ka bërë shumë që se kanë ti të vjen aty të tallesh të sillësh 16000 faqe edhe për shkelje barazisë në tendera? 16000 faqe për shkelje barazisë në tendera? Ata o je i paaft, o po fshesh diçka. S'ka mënyrë tjetër. Ka ndonjë gjë që mund bëhet kjo fshehjes? Po pse çaj diti këta të Spaku të burr? O kam më shpjegoj se oli ç'a di unë, po ç'a di qytetarët. Aha, mirë, në rregull tani. Se tani do dalë domethënë sikur vetëm unë ja kontrapedali këtyre të Spaku. Do t'ja shijoj fin krismën. Okej. Tani po vazhdojmë me këtë historinë. Ato që kemi kërkuar është, nëse kjo vepër penale, shkelje barazisë në tendera, e cila ka një konsum shumë të madh, sepse duhet të kuptosh Andi. Ti bën një shkelje barazisë në tendër për një tendër që është 10 milion lekë vjetra. Unë bëj një shkelje barazisë në tendër për një tendër që bën 100 milion euro. Një lloj dënohesh ti, një lloj dënohem unë. Po prit se unë dëmin ekonomik e kam mira fish më madh. Mira fish po. Okej?
Pra një lloj dënohesh ti, shkeli bazisë tendera ti, shkeli bazisë tendera unë. Duhet të ketë rikualifikim të kësaj vepre. Me pakta ose dyta duhet të jetë dyfishimi i veprës penale, që cili do nga këta që merret me tendera të kuptojë rëndësinë e punës që bën, rëndësinë e firmës që hedh dhe pastaj nëse bën gabim, të shkojnë në burg o zotëri nderuar. Apo korrupsioni. Po dha korrupsioni problem është sepse për shkakun kujtohet është Zerka ishte i rrugores, drejtori i rrugores Tiranës, për 2 milion lekë të vjetra nga 500 se u takon atyre është për korrupsion. Tash ti po dhe për 5 milion euro besoj të njëjtën sasi burgu bën ose për korrupsion. Këta po flasim pra për të njëjtën gjë, pra nuk ka për një përshkallëzim puna shashit të veprës. Si me 2 cigare si me 10 kg. Po pra kjo është historia. Dhe këtu tek aeroporti i Vlorës, sepse po i bien gjatë shumë kësaj historie, dhe te aeroporti i Vlorës. E para një kjo është një histori domethënë që nuk mbaron një, sepse kjo vazhdoi, shkoi në gjykatën e apelit, nga gjykata e apelit u muni vendim prapë në gjykatën e shkallës parë për sigurim pa dije të kësaja. Pra një herë hedh Pacolli, një herë hedh Valon Ademi. Tani së fundi ka marrë një Pacolli nga gjykata e shkallës parë, i cila teorikisht nuk e di se si e ka ndodhur aty, po teorikisht ka hedhur vendimin në gjykatën e apelit. Se si e ka hedhur nuk e di tani. Se këtu ka dhe shpikje juridike nga ana e gjykatave, mos u çudit, domethënë. Pra njëra kompani bllokon kompaninë tjetër për vendimet e asamblesë që këto duhet të ndërmarrin me midis njëra tjetrës. Yda këtu është larguar me kokë. E shpjeguam po. Spaku tani për mendimin tim, ajo që më bën çudi është pse nuk heton ministrin Zonjë Balluku në raport me këtë çështje. Ne nuk e dim a ka apo se ka në tim, këtë nuk e dim pra. Okay. Këtë nuk e dim nëse mund të jetë marrë le të themi personin e tim për këtë. Nuk e kemi si informacion. Po këtë se dim. Jo, realisht nuk e dim. As as kryeministri, Por teorikisht atë po flas. Pacolli është thirrur. Teorikisht atë është unë po them, domethënë që nuk mund të jenë shkaktar këta të tre që dhan firmat për një vepër kaq të madhe për të cilën dhe një po them vetë ministra e linjës e ka firmosur ndryshimin e aksioneve për pa përfunduar vepra, pa që këtu ke shkelje, që këtu ke vepër penale, se ta shpjegova, nuk mund të kalonin 40% që aksioneve nga Yda te Pacolli, pa u mbaruar vepra. Dhe për këtë gjë, ky kalim nga Yda te Pacolli duhet të merrte me patjetër miratimin e ministres. Dhe në rastin konkret e ka marrë. Okej. Mirë, duhet një histori e cila do vazhdoj hetimi për të qenë korrekt dhe edhe të sinqert sigurisht informacionet që japim me audiencën. Komunikimi i akuzës është bërë, le të themi, vetëm për 3 antarët, cilët kanë bërë të vlerësimin e ofertës më të mirë në këtë garën, kush do ta merrte ndërtimin e aeroportit të Rinasit, që e mori, le të themi, ky konsorcium, ky bashkim i disa kompanive, Pacolli, Valon Ademi dhe Yda. Megjithatë do duhet parë se kush janë personat e tjerë të cilët janë në hetim, sepse është një histori e gjatë.